modeli më ekzemplar i keshpërdorimit në vlerësimin tim nuk është vetëm ujësjellësi, është edhe rinërtimi për shkak të tërmetit. U ofruan nga një grup i madh institucionesh financiare ndërkombëtare në shkurt të 2020-s diku 1.1 miliard euro. Kaq është vlerësimi që bëri qeveria dhe pjesa më e madhe, domethënë u ofruan me kosto të ulët si interes. Dhe sot ne kemi dhjetra mijëra qytetar, përsëri që nuk banojnë në shtëpi, kemi shtëpi të ndërtuara si qeli, si ngaza. Dhe nuk jep kërkush llogari se çfarë ndodhi. Shumica këtyre parave u investuan nga buxheti i shtetit, sepse autoritetet shqiptare nuk kaluan në procedurat e manualeve, standardeve të prokurimit që ka Bashkimi Evropian apo donatorët e tjerë. Disa donatorë siç ishin turqit u latin ndërtonin ti prokuronin vetë ti ndërtonin vetë, pastaj dolën teoritë me tunel në Llogaras, aeroportin e Vlorës e tjera si këto. Domethënë kesh menaxhimi është shkaku kryesor i ineficiencës, përfshirë dhe rrugët që kanë mbetur rrugëve, ineficiencës së fondeve publike në territorin tonë. Për fat keq kemi një qeverisje e cila vëmendjen e ka tek fasada, aty e ka nis 20 ca vite përpara dhe aty vazhdon dhe sot e kësaj dite dhe impakti real, po e marr një shembull tjetër, se ndoshta po formoj një konotacion negativ. Janë 287, mos gaboj, kontrata të llojit partneritet publik-privat, kontrata koncesionare që ka firmuar shteti shqiptar. Në asnjë prej tyre nuk ka tregues performanca që ishte 5 lek për njësi edhe do ta ruajmë 5 e do ta bëjmë 4.9. S'ka tregues performancë, është thjesht krijim mundësish që shmangin garën, shmangin konkurrencën, i çojnë parat aty ku duhet, se si ndaj nuk e dim, presim spakun, domethënë, po dhe spaku ne kemi pas 360 prokuror në 2016-ën dhe nuk na kanë ofruar një produkt që garanton stabilitetin e sistemit dhe funksionimin normal të tij. Sot kemi 20 prokuror, supermen të jenë, ata janë herojtë e fëmijëve tanë, është thënë nga ambasadori amerikan dhe tjerë, uroj të jetë kështu dhe shpresoj domethënë, unë i kam shtetë imses publikisht se konsideroj si një rrugë që rikthen apo rinërton apo ndërton besimin publik tek institucionet. Por nuk duhet unë e urrej të jetoj një republikë prokurorësh në kuptimin që të mbështesim ekzistencën tonë në vullnetin nënshkues të një prokurori. Ne paguajmë taksa për 206 mos gaboj agjenci shtetërore që janë shpenzuese të fondeve buxhetore dhe secili duhet bëj punën e vet. Për shembull sot ku ke deklarimin e pasurive, administrata publike është zhytur në konflikt interesi. Ajo historia e një kompanie PSD që tashmë dolën në shtëpi edhe ata, gjithë Shqipëria është një PSD e madhe nga pikpamja e prokurimit. Dhe modeli ekzemplar praktikisht tashmë është Akshi, një grup i strukturuar kriminal që i merr nga buxheti i shtetit, bën kontratën, bën letra formalisht tender, i çon atje ku i çon dhe askush nuk jep llogari dhe s'mban përgjegjësi. Kjo situatë është e papranueshme dhe ajo çfarë kemi humbur në sensin e shtet ndërtimit, kufus modestisht edhe veten time, është që ne nuk kemi arritur të krijojmë ura midis kontributeve, tatimeve, taksa dhe shënërimit të tyre në shërbime publike, në të mira publike. Unë nuk mendoj se qytetarët bullgar, rumun apo në vend tjetër janë më të civilizuar, kanë parametra më të mirë të arsimit e tjerë se sa ne, por ato kërkojnë llogari. Në gjithë Shqipëri sot që flasim nuk janë ndoshta më shumë se 20.000 vet që paguajnë taksa direkte, përfshirë dhe ju edhe mua. Domethënë, se njerëzit nuk e dinë që kur ulin për të ngrënë, ka ikë TVSH-ja, 20% e pjatës është shkputur. Domethënë, megjithatë, zoti Preçi, unë po dëgjoja para ca kohësh pak ministrin e financave dhe kryeministri shpesh i referohen vitit 2013 dhe deklarojnë që papunësia është përgjysmuar, borxhi publik nga 74% ka shkuar në 53%. E njëjta gjë ka ndodhur me deficitin buxhetor, është rritur natyrisht buxheti. Pra kemi buxhetin më të madh në histori, çdo vit që kalon 7.4. Çdo vit që kalon buxheti do të jetë më i madh. Është e pashmangshme. Po jo, të marra në makro të gjithë këto secila prej tyre ka një shkak ekonomik dhe një shkak jo ekonomik. Një ekonomi e dominuar nga sektori privat në më shumë se 75%, kuptohet që aftësinë mu përshtat edhe me kushtet pa favorshme, kushtet që qeverisë e tjerë, është më e madhe sa një ekonomi e rëndë shtetërore që nuk manovrohet e tjerë. Kjo është e kuptueshme. Pra nuk janë sukseset qeverisë këto? Tani kur flasim për fjalën sukses, nuk është ti marrësh punëtorët këtu, ti kualifikosh fëmijët tanë e ti punësosh në Gjermani, se këtë kemi arrit. Nuk e konsideroj sukses. Rënjen e borxhit duhet me pat lidhur me kursin e këmbimit. Domethënë
janë një mori faktorësh që në thelb tolerimi i sektorit informal të kriminal të ekonomisë ka ndihmu. Për shembull, Bashkia e Tiranës ka pas vite që 40% buxhetit në 2022-2023 40% e buxhetit ka ardhur nga pagesa fis në infrastrukturë për shkak të lejeve të ndërtimit. Tirana shtohet vetëm me 1000 banorë në vit nga 2013 sipas censusit të fundit. Por lejet të ndërtimit vazhdojnë se kush do t'i administrojë, çfarë do të prodhojnë për të mirën publike përveç se takse, zihen ca njerëz me punë, por këto janë nuk zhvillohet asnjë vend mbi bazën e real estate edhe pasurive të patundshme. Dhe njëkohësisht turistëve që ne vërtet kemi fut diku te 4.4 miliard euro të hyra nga turizmi sipas Bankës së Shqipërisë, por kemi 2.8 që kanë ikë nga Shqipëria, 2.8 miliard euro shpenzime të klasës mesme të shqiptarëve jashtë vendit për pushime. Domethënë duhet t'i shohim në mënyrë të integruar dhe njëkohësisht fakti që qytetarët shqiptarë bëjnë ndërmarrë vetes është termi i popullit, pra gjejnë zgjidhje duke u bashkuar me familjarët e tyre jashtë e tjerë, nuk është sukses i qeverisë.